Tesa merren mosat, do të thonë që kanë gjetur sekund. Nuk është problemi. Dy çështje janë për tu. E para punë është çështja shumë sensitive për të pasur afate të tilla të jashtëzakonshme. Për të marrë mosat, tu jemi akoma në fazën hetimore, nuk po diskutojmë për të arritur një proces gjyqësor apo për të identifikuar faj. Në marrjen e mostrave, në afate të tilla janë çmenduri në raport me atë që është interesi publik, se flasim për potencialisht lëndë toksike që mund të helmojnë, dhe potencialisht lëndë toksike të cilat lihen në ambientet hapur nga ku dhe mund të rrjedhin dhe të krijojnë dëme të tjera. Që do thotë, çështja e afateve është për te çdo logjike normale hetimi, dhe mund të ishte investuar shumë më tepër prokuroria dhe shteti shqiptar bashkë me prokurorinë për të gjetur një laborator që i kryen këto analiza, dhe nuk është që sot ti duhet të çosh me kamion letrën që të të vi me kamion prapë do të marrësh përgjigje. Sot gjërat bëhen edhe për 24 orë nëse do të gjesh një laborator analizash. Dhe kështu duhet ishte. Kështu duhet ishte që t'jemi realistë. Për nga sensibiliteti, për nga gjë. Absolutisht nëpërmjet ambasadave, një kërkim me Google, ti bën një gjen fare thjesht se kush është laboratori që bën 1, 2, 3, 4, 5 lloj analizash. Nuk ka nevojë të bësh shkencë fare. Pastaj gjithë komunikimet i ke edhe komunikime elektronike. Në të flasim në një shtet që don të funksionojë, këto gjëra mund të shëmbyllur rastin më të keq, themi 2 muaj, 3 muaj, hajde po e shtym kështu, po japim kohë prokurorisë edhe të meditojë mbi veprimet që duhet kryej. Por që një vit është jashtëzakonisht, më thënë, po të ktheheni dhe shikoni pamjet, do shikoni që këto konteneret janë në ambient hapur. Në ambient hapur, dhe ti nuk ke asnjë lloj garancie që aty nuk rrjedhin gjëra dhe të krijohet një problem shumë